Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shprehur mbështetjen e tij për investimin që do të zhvillohet në Zvërnec. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar me forcat e kësaj partie, Berisha deklaroi se mbështet këtë investim, duke konsideruar atë një mundësi të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit. Kthehemi 2 apo 3 vite më parë kur është dhënë lajmi që kompania Affinity e dhëndrit të ish presidentit Trump në atë kohë, se nuk ishte në pushtet, ka treguar interes të veçantë dhe do të investoj në Sazan dhe Zvërnec, në atë kohë u tha 2 miliardo diçka kësaj natyre. Reagimi im ndaj këtij lajmi ka qenë ky. Plotësisht dakord. Pse? Kam thënë vetëm një fjalë, sepse i ka parat. Megjithatë, kryedemokrati theksoi se zhvillimi i projektit duhet të shoqërohet me respektimin e plot të standardeve mjedisore të Bashkimit Evropian. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peizazhit natyror ose dhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura, ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Gjatë deklaratës Berisha shtoi se mbështet investimet e huaja në këto zona, duke kujtuar se dhe gjatë kohës kur ai ka qenë në drejtimin e qeverisë, Sazani u ofruar investitorëve të huaj për projekte zhvillimi. Ata që qajnë elegjin e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duan, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe para ardhësim është marrë Fatosnano, ja u kemi ofruar investitorëve dhe nuk është investim i thjeshtë. Asgjë nuk prishet atyre miq. Për sa i përket atyre grupeve të opozicës kundër opozicës, ata janë mjerimi.